premtuam para disa javëve edhe vazhduam me atë premtim që u dham xhamatit tonë që kemi këtu të rregullt, që do të flasim edhe do të nxjerrim inshallah taala këshilla të vazhdueshme nga jeta e pejgamberëve, nga rrëfimet e pejgamberëve. Edhe si pejgamberin ndër pejgamberët më të spikatur që një historia e tregimeve kuranore në Kur'an, normal mbas Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, edhe mbas Hazreti Jusufit, janë mësimet psikologjike që ne çdo xhumë dal nga dal mundohemi të nxjerrim këto mësime, këto këshilla, këto urtësi, rregulla. Edhe interesant, lirisht mund të themi që nga ai identiteti pejgamberëve, siç është Musa alayhis salam, siç është Muhamedi alayhis salam, siç është Jusufi alayhis salam, po edhe Isa alayhis salam, nga ai model mund të nxjerrim një identitet tonin, t'ja veshim vetes një pjesë të identitetit të pejgamberit edhe vetes tonë. Ne javën e kaluar, nëse keni qenë edhe javën e kaluar, me siguri ju kujtohet kur një pjesë të madhe të ligjëratës tonë, dashur vëllezër, ja kushtuam jo vetëm karakterit të Muhamedit alayhi salatu wasalam, por asaj periudhe të fëmijërisë edhe të themi jetimërisë, me thonë periudhës e të qenit jetim të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe se si një jetim sot, Allahu mos e sprovoft asnjë, por nëse ndodh që një fëmijë të mbes jetim, ka mundësi shumë të madhe për ta tejkaluar atë fazën e krizës, jo të identitetit, por krizës e mungesës së prindit, qoftë baba ose nana, Allahu na ruaj, edhe si mund ta tejkaloj një fëmijë i sotëm fazën e të qenit jetim, duke u bazuar në fazën e të qenit jetim të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj, mbas kësaj, unë shumë mirë më kujtohet para një jave që thash se pejgamberi alayhi salatu wasalam është një prej pejgamberëve më të dashur të Allahut xhalesha. Ju e dini shumë mirë. Allahu e ka bashku emrin e tij me emrin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, që tregon nivelin e lartë të nderit dhe të respektit që Allahu i ka bërë Muhammedit alayhi salatu wasalam. Pa imagjinoni, dashur vëllezër, neve e dim, krejt e dim, por asnjëherë nuk ndalemi të ulemi dhe të mendojmë, prej flitet diku që Allahu ka dërguar 124.000 pejgamber. 124.000 pejgamber ka dërguar. Në Kur'an përmenden 25, normal, plus edhe 3 që ne her pas here themin janë 28, por Uzeiri, Lukmani edhe Dhulkarneini, dietarët nuk pajtohen se janë pejgamber, por që Allahu i përmendën me emër edhe përmendën një peshë të madhe. Megjithatë, prej 124.000 pejgamberëve i dashurullah, vetëm Muhamedi alayhi salatu wasalam është thirrë si misafir në qiell. E dini? Asnjë pejgamber tjetër. Flitet për 2 pejgamber tjerë, flitet edhe në Kur'an flitet, po në historinë islame pak më gjatë flitet për Idrisin alayhis salam edhe për Isën alayhis salam. Ju dini këtë për Isën, por flitet edhe për Idrisin. Mirë po, Idrisi alayhis salam edhe Isa alayhis salam, kur u ngritën në qiell, nuk erdhën më poshtë. Kjo është dallimi. Do me thonë ato vdiqën në qiell, ose Allahu alem, a mund t'jenë gjallë hala, ne nuk e dim, ajo është gaj për ne. Ka historian që thurin lloj historish për ato, por ne asgjë nuk dim rreth atyre. Ne dim aq sa na informon Allahu dhul xhelal në Kur'anin famëlar. Bel rafa'ahu Allahu ilayhi. Ja, për shembull kur flet për Isa alayhis salam, por thot Allahu e ngriti tek ai, te vetja e tij, do me thonë te mëshira e tij, nuk e mban ai afër, restakfirullah. Allahu s'ka nevojë për shok, as për krahas ose ndihmës. Por thot bel rafa'ahu Allahu ilayhi, e ngriti tek ai. Allahu e ngriti dhe ma nuk e lëshoi në tokë.
Keni parasysh. Nuk e lëshoi Isa në tokë, nuk erdhi më Isa. E tash, pjesa e historisë tjetër që neve vazhdimisht e lexojmë, ka edhe hadithet pejgamberit alayhis salam, por në Kur'an nuk ka diçka të tillë. Çfarë thot? Se para kiametit Isa alayhis salam do zbres, ashtu, edhe do ta vras Dejjalin, se këtë obligim do ta ketë Isa alayhis salam, edhe krishterët besojnë në një farforme, edhe hebrejt besojnë në një farforme, po se cila fe prej tyre e ka atë verzionin, njëna i thot antikrisht, njëna i thot Mesiha e kështu me radhë, por ne si musliman besojmë që sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam, që do zbres edhe do ta vras Dejjalin, edhe do të sundoj botën me Kur'an 40 vjet, do me thonë do të zbres si reformator e jo si pejgamber, sepse mbas Muhamedit alayhis salam nuk ka pejgamber tjetër. Mirë. A Muhamedi alayhis salam, unë jam tash duke bërë krahasime për të hyrë në temë. Muhamedi alayhis salam shkoi në qiell, këtë e pranon ose se pranon bota jo muslimane, neve shumë pak na intereson. Ne musliman, dashur vëllezër, nuk jemi këtu në këtë dynjë për t'i bindur me ngulm të tjerët që të besojnë të vërtetat kuranore. Jo. Ne si musliman në këtë dynjë kemi obligim të jetojmë sipas Kur'anit, që ato të mahniten dhe të joshën edhe të fillojnë të interesohen se çfarë thot Kurani. E keni parasysh? Do të thonë, ti nëse je në gurbet, nëse je në mërgim, ti si musliman do sillesh brenda rregullave të halalit dhe të haramit, unë nuk them sipas Kuranit, se ti Kurani nuk e din komplet. Halalin e din, po, haramin e din, po. Atëherë mos i hin ndërhak firmës, edhe shefi do fituje simpatin dhe i teje. Bane punën me hakikat, bane punën me kujdes, bane punën me korektësi, bane punën me nder, mos i hin ndërhak as kolegu të punës, por as shefit, as firmës, as kujt, e me këtë ti tregon se çfarë muslimani je, edhe me këtë ti tregon se Kurani është e fjale vërtet e Allahu xhaleshanu xhel xhelalu. Për ndryshe, nëse ti si musliman le pasqyrë të keqet ai shefi krishter qoftë, ose hebrej qoftë, ose çfarë do, katolika apo evangjelisti kështu me radhë, ato sektet e vet ata që i kanë, atëherë ti le dyshimet e ai, edhe ai fillon islamin e sheh me pasqyrën që e ke ti që e afron. Edhe e sheh negativisht islamin. Kjo nuk bën. Këtë e ka obligim islami dhe këtë e kërkon prej nesh. Bile pejgamberi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, dashur vëllezër, kur vinte në shtëpi, në fillimin e shpatjes flas, në Mekë, në periudhën mekase, kur vinte në shtëpi, aq tepër mërzitej, trishtohej, se këldisej. Pse nuk bëhen mekasit musliman? Aq tepër vuante, e maltretonin, i hullnin gjithçka, mbeturina, pislëqe, para dere, nevojtore që i nxirrnin, i hidhnin para derës, pragut të derës së Muhamedit alayhis salam, që ai të ndyj teshat edhe mos fal namaz. Çfarë si banin? Bile thot, ka një rast që ja kanë hudhur duke bërë sejdë në Qabe, ja kanë hudhur ato të mbrençmet zorët e ne i themi spjancat, ato të deves, së therë ose të cofër, ku e di unë. Ja kanë hudhur mbi shtëpi, para mendon, mbi shtëpi. Edhe vjen Fatimja kur e sheh, me njëherë shkon një hek, edhe e çon në shtëpi dhe fillon Fatimja normal të mallkoj çfarë i boni babës tim kështu me radhë. Njëherë ka shpëtuar Ebu Bekri radiallahu anhu kështu me radhë. Shkon gjithë to sakrifica, përsëri ai mbërzitej, pse nuk besojnë këto? Pse çfarë kanë? Edhe Allahu e ngushllon, dashur vëllezër. Kjo është për ne rregull, është, ta dini. Allahu xhaleshanu si e ngushllon. I zbret një ajet ku i thot lesta alejhim bimusaitir. O Muhammed, ti nuk je, do ta përkthej kështu me përkthim të lirë, ti nuk je polici tyre. Kjo parasysh. O Muhammed, pse mërzitesh? Ti vetëm tregoje të vërtetën, ashtu.
Me unë mërzit për shembull une, për krejt gjemati, se murën vesh, ta se murën vesh, a dhe punojnë si masaj që unë e fola sot, unë duhet përfundoj shkum në spital. Edhe pejgamberi, ose ti, me unë mërzit për krejt fëmijë që i ke në shtëpi, pse nuk besojnë, pse nuk... Ti e ke për obligim si prind që të tregojsh të vërtetën. Islami shumë liberal është në këtë drejtim, të dini. Edhe Muhamedi Islam ju zbut zemra. Ju zbut, pse mërzitesh ti? A u tha të vërtetën? A u tha që namazi është farz? A u tha që zotra që ju a i adoroni është idhujtari, nuk ka as dëm, as dobi, as gjë prej atyre? Shka, ajo idhuj, çfarë mund të të bëje muri, as gjë, druri, as gjë. A ja the këtë vërtetë, a u tha që Allahu është një? U sos po una hez, vazhdo rrugën. Mos u mërzit ti dhe në deri në shkallë, pse krejt Mekja nuk besot. Edhe sot mos u mërzit ti deri në shkallë, pse nuk janë 8 miliard njerëz musliman. Se Allahu ka ajetin Kur'an ka. Walau sha Allahu la amana an-nasu jami'a, sikur donte Allahu do besonin krejt njerëzit në dunjë. Krejt njerëzit do besonin. Ti mos u mërzit për ato. Ajo është puna e Allahut. Ti shife veten tënde e fale sabahin sot ajo. Ti shife vetën tënde, ja ktheve borxhin atij ajo. Ti shife vetën tënde, ja dha hakin punëtorit ajo. Ti shife vetën tënde si sillesh me bashkëshortët, si sillet ajo me ty, me djalin, me vajzën, edhe anasjelltës. Kjo është. Kishte qenë për të mërzitur më shumë prej pejgamberëve që është mërzitur hala, bile më shumë se Muhammed Mustafaja, e dini kush ka qenë? Nuhi alayhis salam. Nuhi alayhis salam. Dikush mund të thosë se ki hoxha si e ka me djalin, e ka mirë, e ka keq. E Nuhi alayhis salam djalin çfarë kishte? Qafir. Allah e na rujt. Gjenin vet. Imagjino, shikoni sa interesant është udhëzimi, prandaj ka ajet Kur'an thotë: "Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." O Muhammed, ti nuk mund të udhëzosh këdo ti, por këdo Allahu. Ai këdo. Unë kisha pas qejf krejt Amerika të bëhet musliman. Krejt dynjaja të bëhet musliman. Ama nuk është me dëshirën tonë. Është me vullnetin e Zotit, Allahu xhaleshanu. Edhe çfarë i tha Nuhi djalit vet? O bir, eja hip në nije, hajde shpëtojmë. E shpëtojsh. Unë e them në mënyrë simbolike dashur vëllezër, që mos e keq kuptoj dikush se edhe i incizojmë ligjëratat, anija e Nuhit alayhis salam ende është e parkuar në çdo qytet dhe në çdo fshat. Anija e Nuhit është e parkuar, kush don le të hipje. Anijet e Nuhit kush janë sot? Janë xhamit. Ati ku Allahut i bëhet sejdë, ati është anija e Hazreti Nuhit alayhis salam. Hajde hip edhe shpëto. Xhamit janë anijet e Nuhit alayhis salam. Po janë xhami që shkojnë gratë, nuk janë. Shtëpit, sejadet janë anijet e Nuhit alayhis salam për të shpëtuar. E vërteta është, hoxhallarët janë librat për të lexuar sa duhesh, elhamdulillah, janë interneti, janë krejt mundësit për të shpëtuar edhe për të ngjitur në anijen e Hazreti Nuhit alayhis salam dhe për të shpëtuar. Aman duhet po. Nuhi tha: "O Zot, innehu min ehli, o Zot, aman shpëto ma djalin, se ai është prej familjes time." Djali biologjik i Nuhit alayhis salam. Kush prej nesh don që djali i tij të hyjë në xhehenem? Askush. Kush prej nesh don që djali i tij të digjet në zjarin e xhehenemit për gjithmonë? Askush. Aman, djali nëse nuk është i vendosur ta shohet të vërtetën si të vërtet, ai normal që përgatitet për xhehenem. Kjo është, e vërteta është. Po ja djali i Nuhit e ka pa babën e vet gjithë ditën tu fal, tu lut, tu e thirr popullin e Islam, përsëri nuk u bind, interesant. Përsëri nuk u bind. Duhet dalë të ajo që udhëzimi vjen përsëri nga Allahu xhaleshanu. Ti si prind ban dua, bën lutje, edukoje që në fëmijëri, edukoje, urdhëroje për namaz në moshën 7 vjeçare, urdhëroje pak me ashpërsi në moshën 10 vjeçare, mos them ta rrahesh, por
Tamam, do t'jesh i vendosët që në moshën 10 vjeçare ai të fillojë të falje namaz. Këtë bëne, këtë obligim, bëne këtë detyrë që nesër të dalësh para Allahut faqevat. Edhe nëse ai tani më fillon në moshën e adoleshencës, e kalon pubertitetin, në moshën mbi 18 vjeçare, nëse ai ende do e këshillojsh, hala do e këshillojsh, por nëse ai ka vendos në atë rrugën e vetë të keqes takfirullah, ti ma veç ke mbet me duat edhe Allahu e ka në dorë edhe ai e uzoft inshallah. Ti s'kesh ka ban. Thonë, të jetosh me një familje, të jetosh me një shtëpi në të cilën ka pejgamber, edhe ti je banor i xhenemit, kjo është absurde. A ka ndodhur, po si s'ka ndodhur, Kurani e përmend, po kush është? Djali i Hazretit Nuhit alayhis salam. Çfarë tha? Ai duke lutë te pragu i derës anijes, para se të mbyllet anija, ajo derë e madhe, tha, o birë, hajde shpëto, hajde me besimtarët, ne si ju themi sot njërë, hajde me fal namaz, se pa namaz nuk ka xhenet, nuk ka shpëtim, ti bën sa duhesh bamirësi, shkon ndërtoje edhe Kaben si duhesh, renovoje Mesxhidi Haramin në Mekë si duhesh, renovoje xhamin e pejgamberit si duhesh, ushqej 1 milion jetima si duhesh, bën 100.000 shtëpi si duhesh, qil miliona bunare në Afrikë si duhesh, nëse nuk falesh, nuk e veç këtë ballin, se është dhe kote ke. Kote ke. Ja Bill Gates i ka ushqi fëmijë në Afrikë jakush. A e ka nuk di sa përqind, 20%, ama 20% ke miliardat edhe trilionet atia janë shumë. Ja Elon Musk i qonë edhe ai për fukarat, me triliona, me miliona, me miliarde. Ama kohët, Kurani e di çfarë thot për të njerëz. Krejt të veprat e tyre në ditën e gjykimit do t'i bojmë me një vend, fejalnahu hebaen menthura. Edhe krejt do t'i bëjmë pluhur e hi. Se, a i s'ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk është fat për Allahun. Zoti ati ka qenë parja, dinari, dollari, euroja. Edhe në ditën e gjykimit kërko shpëtim prej euros, shumë do të ndihmoje, prej parës, prej atyre, prej famës, sa të duhet edhe famë, keni parasysh. Edhe Nuhi alayhis salam e bani krejt punën e vetë, u mundu i shkreti deri në maksimum. Më kot. Çfarë tha djali ati? Se awi ila gjebelin jasimuni. Do ngjitem te kjo kodra që do të më mbrojnë, kodrë, dhe me kujti nuk shkon te kodra. Allah e mbushi krejt dinjan me ujë. Çfarë i tha Nuhi? La asim el jaum, o birim, sot s'ka njëri që shpëton jashtë anijës. Sot. Shumë fjale bukur, vallahi l'adhim. Vallahi, me billahi. La asim el jaume. Nuk ka njeri që do të shpëtoj sot. Ai i ka thonë djalit vet, Nuhi alayhis salam i ka thonë djalit vet para 20 ditë, se atëherë nuk është shkruaj hala historia. Ndoshta s'ka pas edhe shkrim edhe lexim atëherë. Mund të themi 100.000 vjet, 200.000 vjet e kështu me radhë. Çfarë i thot? La asim el jaume, s'ka shpëtim. S'ka njeri që do shpëtoj sot, o djali im. Kjo është një mesazh shumë i fortë, dashur vëllezër. Kjo mesazh për ne sot, për ne si musliman. Edhe si thot dikush, do e bëj këtë punë në Gjermani, në Zvicër, do dalë në penzinë e në ma kur di lidhem xhamis, vetëm tabuti mund të më qese për aty. Stakfirullah. Ama ndani ata fitoj këtë penzinë dhe pak djeme të siguroj gjana këtu, dhe e shohësh. Ama ti deshosh më thue mu, a i thuj Azraili deshosh, sa i ka listën e datën e vdekjes, kur ta marrë shpirtin. Ti se din, ti nuk e din. Nuk ka planifikim se kur do të fillosh të adhurosh Allahun, o i dashur Allah. Nuk ka datë, nuk ka, hajde ti bëj çto punë dhe s'ka. Bëne namazin, bëne knaqë Allahun edhe çfarë do kesh mundësi bën punë tjera, s'është problem. Ama jetën, ditën filloje dhe mbaroje me namaz, me adhurim. Pse? Se Nuhi alayhis salam i tha djalit vet,
La asim el jaume. Nuk ka sot mbrojtës. S'ka mbrojtës tjetër përpos Allah. Nuk ka shpëtues sot. E kjo fjalë para 200.000 vjetëve kur e ka thënë Nuhi alayhis salam, vlen edhe sot 2026. Nuk ka shpëtues tjetër përpos Allah. Nuk ka shpëtimtar tjetër përpos namazit, përpos zekatit, përpos deponimit që ti çon te vari punët tuaja para, edhe ato që do të presin. Dikush mund të më pyesë, hoxho, sa duhet me të qoj atje? Unë dhe kisha thënë, ti atje duhet të qojsh sa mendon se sa gjatë dorish, çaq do qojsh. Edhin? Ke varet. Sa dorish, çaq do qojsh. Ajo si puna e, keni parasysh se neve kuna dhe mdhamja ti na shkon gjuha. Puna e vënës, se pagu, të fikë strujet. S'ka struj. Edhe ti, nuk ke qu dritë, nuk ke qu punë të mira të vari. S'ka dritë në varë. Ke vari, du të zbukurohë. E shifni ne qëfar bëjmë bas shtëpive dhe kësaj dinjoni. Shifni, qëfar bëjmë. Shoku i maj ngush vdish pardjen në gjumë. 2 vjetë me i risëm, vallahi dhe. Në gjumë. As një smundje, hiq, as një. As një kokë hape. Shok i ngusht. Vallahi. Dish. Po qëfar u bo? Abe su bo në zhanë. Të lista Azrailit ka mbaru minutët. Kjo është. Se ti nuk e din, oj dash vlla. Nuk e din. A mendon se ke ko ti deponosh ke vari yt aq vepra për atë periudhë të gjatë që do qëndrojmë në varë, që ke qu qaq vepra, a ke qu qaq punë ti ke? Ke qu. E nu se shkon dhe që e tesha ke buri, ashtu? Ashtë sa mendon se do rjetë e buri, normal do rjetë gjithë tjetër, ama në një përgatitje do të ke. Gurbet shkon, Zvicër, nëse shkon me makinë, me vetur, dhe bosh një 6-7 sandviqa, hamburgera, se u dha vade s'ka, do marrësh një gomë rezerë, marrësh diçka, pakuje, diçka, udhme. Po u dha hiretit. Kur kam vdek sërgjishëri ta? Kur kam vdek ato qire? Me mija vite. Qëfar bojnë ata të varezat? Kush i ndriqon ato? Shpirtrat e tyre kush i ndriqon? I dash vëlla. Mendoj vazhdimisht këtë vëlla. Nuk them të ta prishi disponimin e pushimit që ka ardhur gurbeti dhe të them, fol dhe një gjë interesant. Stakfirullah, jo. Ne kemi ardhur vazhdimisht dashur vëllezër të përgatitemi, të mbushim bagazhin se te vari do na duhet, te mahsheri do na duhet, te mizani do na duhet, te sirati do na duhet. Këto janë lokomotive që do i shtin punët tot neve përpara që të mbrimi inshallah, ta kalojmë atë urën e siratit si vetëtima inshallah. Ama pa punë, jo. Në kiamet, në ditën e gjykimit, në varr, çdo gjë do të trajtojë ty si mbas punëve që i ke bërë. Jo rastisht Muhammed Mustafa e ka thënë kështu. Gjeneti ka thënë, e bukur është kjo, ama do ta logjikojmë pak. Gjeneti ka thënë është tokë pjellore. Se dini është gjenetin kur na përshkruajnë një hoç, që ka shumë oratori edhe këndët vdesis, më shpejt vdesis edhe tinja që pak kjo hujrijet, kjo ato. Me njerë ti në shkon menjo se të pimë, të knaqëm, të hamë. Jo, gjeneti, kështu kuptoje, gjeneti ka thonë është tokë pjellore. Edhe analizujmë tash. Çfarë më thonë kjo fjali? Është tokë pjellore në kuptimin e asaj se çfarë mbjell me njëherë mbin. A mbjellja dhe zbukurimi i gjenetit tënd bëhet në këtë dynja. Prandaj ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, është tokë pjellore. Edhe asot një sadaka e ke një panë të madhe. Edhe një sadaka të madhe që vërtet dikuj ka ndarë në ndim shumë. Një pallat në gjenet, inshallah. Ose, çfarëdo që bën, ti e zbukuron gjenetin tënd. Kështu është. Nuk është gjeneti vërtet si e lexojmë në libra i bukur. Ndoshta ai dietari dhe ai shkrimtari e ka përshkruajtur gjenetin si do jenë pejgamberët në xhenet, si do jetë Ebu Bekri në xhenet. Amon ti me pejgamberin edhe unë me Ebu Bekrin ne nuk kemi problem është.
Atëherë ne t'i bëjmë ato pallatet tona, që ato palmat tona, që ato lulishtet tona, lumejt tona, ato krejt, me punët tona i bëjmë. Çfarë do na japë Allahu? Ajo prej ti. Allahu i dha, inshallah na dash gjithat mira në dunjën e ahiret. Amon Allahu ka qef mundin. Kjo është mundin. Edhe këtë dunjë. Interesant. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Ajet kuranore keni. Njeriu nuk i takon përpos asaj që ai mundohet. Sa është mund. Jep mund. Do punosh do kesh, ashtu. Do fanesh, do shpërblesh. Do jesh i mirë, do rruhesh, do shpëtohesh inshallah. E tani ne këtë problem sot e kemi dashur dhe, vallahi ladhi, sot. Unë asnjëherë në asnjë ligjërat nuk dua të mbetem mbes 1400 vjet më parë. Unë dua çdo gjë të lidhi me kohën tonë moderne, me realitetin, sa jemi te Kurani, sa s'jemi, sa jemi te karakteri Muhammed Mustafa, sa s'jemi, sa jemi afër Ebu Bekri, sa s'jemi. Se ne kështu, problem është, nuk mund të hish në xhennet nëse je koprat si Karuni. A e kërkon xhennetin nga Ebu Bekri? S'mund. E du t'jesh edhe bujar si Ebu Bekri, edhe atëherë mund t'jesh në xhennet si Ebu Bekri, me Ebu Bekri. Kështu është. Sepse thot Hazreti Nuhi, Allahu e ka regjistruar në Kur'an para 1400 viteve, la si me ljaume. S'ka shpëtuar, s'ka njeri që të shpëtoj sot. Min emrillah, nga ajo që Allahu ka vendos. Ti sot mund të thuash unë dhe bëj këtë, dhe bëj ato, dhe shkoj, dhe i bëj edhe këto, dan pension, dhe i bëj pastaj. Nuk ka kohë, dashur, se sonte, ose sot mund t'jesh këtu, nesër mund t'jesh në mexhlisin e shpirtrave që kanë vdek para 50 vjetëve. Mund t'jemi krejt, nëse dim, si e kemi fundin, Allah na ruajt me iman, inshallah. Nëse dim, vallahi. Ti ban nesër plan, dhe shkoj ka mavrova me familjen, dhe ham një dakë më sande, do bëjmë pak muhabet dhe them, për nesër mbroma, ashtu. A nuk e din se nesër mbroma mund t'jesh në pranitë të melekut të vari që do të pyesën, kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt, kush është Kur'an, kush është libri yt. E din këtë? Se, a ve ki hoxha na mërziti, sa duhesh mërzitu? Unë kam qejf të të përgatis, mendoj të kujtoj të përgatites, unë të përgatis të i. Të kujtoj njëri tjetrin vallahi. Që inshallah bashkë të jemi në xhenet inshallah. Allahu xhaleshanu neve na përgatitën me Kur'an. Kjo është, kjo klasë përgatitje është. Asgjë tjetër, klasë përgatitje. Këtë shpesh e përmendim, ndoshta dikuj i vjen si bezdi, nuk e laki hoxha këtë muhabet. Ave përgat çfarë do që të bësh në këtë dynjë, le vepra të mira, le gjurmë të mirë. Khairun nasi me yanfa'u nas. Siç thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, njeriu më i mirë është ai që kanë dobi të tjera. Këtë dobi ave kur të vdesësh thua vallahi, na mungon. Na mungon humori i tij, na mungon buzëqeshja e tij, na mungon sjellja e tij, na mungon drita e tij kur vinte në mexhlis na kënaqet kështu më radh. Na mungon. Më thua njëri shqyqirë, po kur tani se dhe shpija dhe kujshia dhe kretë, stakfirullah. Allahu xhaleshanu përmes ajeteve kuranore, atë që e fillova dhe në fillim, dashur vëllezër, edhe te Nuhi alayhis salam, edhe te Musa alayhis salam, sidomos ne kemi mbet disa javë me ajetet në lidhje me Musën, xhamati i rregullt e din, inshallah si kam bezdis, por çdo xhumë ka pika 3-ja. Unë kam mbet te pika e 4 dhe s'u ndal për asaj pike. Pika kur ajo vlen për sot. Koni. Ne çfarë kemi problem sot? Pse kemi atë si të them, atë krenarin si bura, krenarin si gra, krenarin si ummet, krenarin si familje muslimane. Mbas ajeteve që i kam parë këtu, dashur vëllezër, edhe që i kam nxjerr, e gjithë çështja rrotullohet rreth turpit. Rreth mbares. Si ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, shumica prej jush e di. Nëse nuk ke turp, bën çfarë dush. Stakfirullah. Njeriu pa mbare i bën krejt. Ama mbarja si fenomen, si ves, si veti,
ose paturpësia, ose turpësia, të dyja. Burimin e kanë të vulkani i quajtur iman. Pre atyrje, kur gufon e vulkani, edhe dalin krejt ato, copat e zjarë. Edhe këtu, dhe më thonë, direkt është e lidhur me imanin. Se dhe hadith ka, el hajau min el iman. Turpi, mbarja është pjesë e imanit. Përndaj thash, mbarja, burimin e kate të imani. Nuk duhet mos keq kuptoj asë një, edhe gurbeqare dhe vendas këtu, se si ne i bujmë darsmat. Nuk më intereson edhe atë shumë. Gzimet u bofshin gjithmonë inshallah, piklime mos paqim kur, edhe nëse kemi, te i kalojmë me durim inshallah. Por, ai kontrolli i mënyrës së organizimit të darsmave të ne, ka humbur, fatkeqësisht, në thotë s'ka kontroll ishtë. Ma shumë interesona do vjen muzikanti se sa si ja vesh familja, vajza, gruaja, tjetra. Kemi parasysh. E kjo çështje turpi është tani. Është çështje turpi. Ose përzi bura, gra, krejt, smiret vesh. Abe dars, të lovej. Vakët Muharremi. Allahu shkoni se interesant. Dua të tregoj vetëm një skenë të Kur'anit, Këtu flitet në kohën e Musës a.s. Në kohën e Musës, këtu flitet para 3500 deri 4000 vjet përpara. Shkoni, ne kur themi kanë qenë analfabet, kanë qenë ju të dishëm, kanë qenë ignorant, kanë qenë këtë, kanë qenë ato, ne krejt sot i kemi mbare s'kemi, ose ato, asgjë s'kam pas mbare kam pas. Edhe mbas të mbarës e kanë fitur xhenetin, e dini? Edhe ne në bazë të asaj të gjitha i kemi edhe se kemi mbarë, Zoti na ruaj mund ta fitojmë xhenemin. Se është pjesë e imanit. Se ti nëse s'ke mbarë i bën gjitha. Po, deri zina, deri në alkohol, se ke po s'ka mbarë. Vjedhje, çfarë është vjedhje? Po mbarë. Çfarë mbarë për rezilin? Asgjë është, ti mund e bën rezil, stakfirullah. Allahu na ruaj. Shkoni, u atërguj vetëm sekuencën kur Musa a.s. Kjo është e pika e 4. Gjematu i regullt e din se ku e kam fjallën të pika që i kemi renditur. Kur Musa a.s. iku nga Egjipti dhe shkoj në Medjen, nga se bëri një incident që ashtu, vrau një njeri, e vrau. E në këtë pikë, kjo ishtë pika e 3. Allahu nuk e më qefa se Musa ka vra njeri. Se interesant. Po për nga merë, Allahu se më shenë të vërtetën. As për Muhammedin e Islam se më qenë vërtetën. Në drejtësi, Allahu është absolute, Allahu s'bën hatër. Ama në vrau gabimisht, a e shtiju, normal, a i vdiq. S'ka qenë shumë i fortë Musa a.s. Ashtu të regohat për pejgamberin Musa. Mos e zgjatim shumë. Shkoj në Medjen, të Shuaibi a.s. Tani për Shuaibin ka një dilemë, kush se ka ditë, mund të diskutojnë për jashtë kur e dalin. Shuaibi që e pranoi Musën a.s. Dietarët, edhe Kurtubiu, edhe Taberiu, edhe Ibn Kathiri, edhe Saadiu, kanë mendime që nuk është pejgamber ky Shuaibi në të cilin tek i cili ka shku Musa. Shuaibi pejgamber është një tjetër. Kjo është çështje tefsiri. E rëndësishme është që ky para se të hyjë në qytetin e Medjenit Musa a.s. U ullë të pushoje pra një bunari në të cilin apo përreth të cilit kishte disa njerëz që mbushnin ujë për bagëtit. Anash bunarit kishte një vajza, ato pse vajza kishin turp, së shtyeshin me burat. Kjo e rëndësishme për ne. Së shtyeshin me burat, rinin anash, së të lujnë valle me krejt kapën përdore e një se një, aj pjazhin se kipi Tito Velesi, aj atjepi më vrove, ku e dësë është. Smirët veshtë. Allahu në rujtë. Kanë dhejt anash u ka artë turp. Të afrohen të burët edhe pësa të burët i ka njohë, që në burët e Medjenit kanë qenë. Edhe Musa a.s. e shes ato kanë nevoj për ndin, shkon i largon ato burët, ka qenë Musa trima, mashallah, i largon, u thot atë i vajzave, bojro mbush një ujë për bakterit tuaja, mbush një ujë super, edhe shkojnë vajzat. Edhe shtrihet, kjo është e bukur, shtrihet në nëhijen e një peme.
Feseka lehuma thumme tawalla ila dhilli fekale. U dha ujë atyre edhe u drejtua drejt një hije dhe tha, bëni një dua, kjo dua e bukur. Rinia që është e pamartuar, bënja këtë dua shumë e bukur është. Edhe është në surën Kasas. Fekale, Rabbi, o Zot, bëni dua. O Zot, inni lima enzelte i leje min khajrin fakir. O Zot, unë kam nevoj për çfarëdo që të më japish. Kjo duvaja me mirë. Për zanuse, për fejes, për martes, për shtëpi, për banes, mund gjesh banes me këtë dua, e dini. A më të kesh turp si Musa. Jo që kërkush Instagramin e saj, ki dëri telefon. Edhe për punë, për punësim. Koni sa interesant. Ato shkum, ki u ull aty, bëni dua, më bëni dua. O Zot, çfarë tha? Inni lima enzelte i leje min khajri fakir. O Allah, unë kam nevoj për çfarëdo që të më japish. Abe nuk shkon një sahat më saj duaje. Dikush mund të ose, ai ka qenë pejgamber, abe nuk kom piqe pejgamber kjo. Se si kur ti ish vetëm për Musën, Allah nuk dhe fut të në Kuran këta jetë. Kjo për ti dhe për mua është sot. Një sahat nuk shkon. Shkon vajza në shtëpi, vajza të shkojnë shtëpi, i tregojnë babës. Kështu, një njeri shumë i besueshëm, i turpshëm, kaui, emin, i fortë. Në ndihmoj të hapun baktive ujë mes gjithë atyre burrave hiç pa frikë. Edhe Shuaibi çfarë thot? Shkoni ma thirrni, edhe vjen vajza. Ma thirrni atë njeri, ta shoh ku shon. Vjen vajza ta thirrje Musa alayhis salam. Çfarë thot? E shihni Kurani si e përshkruar. Stilin e të folurit të Allahut në Kur'an, jo që e di mirë, po vazhdimisht kam qejf të ndalem në çdo fjalë se si a shpreh dhe pse a shpreh. Do të thonë, te kjo ngjarje Allahu dhul xhelal shprehet pak më detajisht. Por shembull kur flet për rakitët e ndaluan edhe hecën muhabeti. Ama këtu e zgjatën pak Zoti muhabetin kuptimin e mirë. Fejaethu, thotë kështu. Erdhi të ajo vajza. Analizojmë mirë, të analizojmë bashkë. Ihdahuma, njëra prej tyre. Kur shkuan ishin të dijat, ashtu. Kur erdhi ta thirrje, erdhi vetëm njëna. Që ka hapësirë për shejtanin, ashtu. Tash do jetë vajza, Musa dhe shejtani. Fejaethu ihdahuma. Erdhi thot njëra prej tyre, njëra erdhi. Ta thirrje Musa alayhis. A më thëtë si erdi, edhe Allahu e përshkruan mënyrën se si ka hec vajza. Si do të hecin vajzat sot. Edhe si hec. Gjenem për gjallë. Vallahi. Kur dikush më pyetëm pse nuk shkon ndeje të hoq, vallahi shtu u them. Më duket si ditë gjykimi, krejt që i plak. Se ditën e gjykimit dhe dalën krejt patesh. Allah në rrë. Çfarë bësh me ndejet? Hajtë të rego. E kjo pa turpsi është. Çfarë të bësh ndejet? Apo u kom një qosh. E për ai që do në buezina, ai shkon në qosh a gje. Hajtë, shku shumë e forë, e zevend. Shkoj sa bukur e shprehen Allah. Fejat ihdahuma temshi al istihyain. Erdi njëra prej tyre ecte me turp. Istihja arabisht është turp i madh. Do thonë, e kujdesshme, e turpruar. Temshi al istihyain. Este nga dal, temshi este me turp este. Kalet. Ashtu me kokën ulur, i tha Musa alayhis salam. Inne ebi yed'uke, o Musa, baba im të thret. Nuk i tha o Musa, se si atin të emrin, kështu thot, inne ebi, baba im të thret. Li e gjëzije ke, që të shpërblej, e gjre ma se kajte lena, për atë që në dha, në ndihmove t'ju japim ujë baktive. Do të paguje baba. Baba i saj vajzës.
فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. E këtu Allahu Dhul Gjelal ndalet edhe na thot neve, o njerëz, nëse ka diçka që juve mund t'ju shpëtoj në këtë dynja, është e turpi. Kur do të humbje turpi, kur do të humbje emaneti, kur do të humbje besa, mbajtje fjalës, mbajtje emanetit, prit një kiamet. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vijë një kohë, do të humbet turpi aq shumë në atë deregje, sa që do kaloj një njeri pranë 2 personave që bëjnë zina, edhe do thosë a mund të shkoni pak më t'i qi. Pse nuk është? E to fe ke turpi. Për Kosovë mos flas, për Shkup mos flas. Ku është turpi? A se shohem ne krejt e shohem. Nëse se shefin dëgjone. Krejt. A dhe do vje koha ti thush njeriu, a mund të shkoni pak më tutje? Allahu na ruaj. A mund mbara dhe këto? Shka pak më tutje. Ama kjo më është e fundi, dhe ish, kjo fundi. Kjo është fundi. Ose, a diti tjetër thot, do vje një kohë që njeriu, kur do kaloj pranë varezave, Allahu na ruaj, do those, si kur t'isha unë vend këti të kiva. Ma mirë varë t'isha sa mito. Nëse një familje, nëse një gjallë, një vejs, e kalon baba shkret, e kalon nana shkret, s'ka kush kujdeset për ato. Po ki baba, kjo nana, dini qëfar duaj e bon? O, Zot, merë ma shpirtin, të dini? Qëfar të boje? Të ka rritë komplet, ditë jetën, ka sakrifiku, i ka marrë krejt smundjet e dinjas janë paraqit në trup, ti të qesi selamet, ti nesër shkone dhe e lejët. Vallaj, më shirë pak, rahmet, vallaj. Rahmet se ato janë, vetëm t'jesh pa turp, do me thonë, t'jesh pa iman, e bën këtë ndaj babës edhe ndaj nanës. Ndryshe, pak iman, një grimës imani, nuk e bën ndaj babës dhe nanës. Ti në shkret, mallëngjen ato për zanin tonë, për erën tonë dhe për krejt. Kjo është problem. E prapë është kjo çështje turpi është. Se në vazhdimisht i fajsojmë gratë, i fajsojmë vajzat, i fajsojmë ato. Nëse ato shkojnë qiplak, ti e mallzon babën edhe nanën për zanin tënd, nisoj është, sikur me ecë edhe ti qiplak na për gosivar. Nisoj është. Si ftohen ato dietare, psikologët musliman. Mos i fajsoni tjerët, vetëm pse bëjnë gjina tjetër nga ju. Nëse ai bën zina, ty punon me kamat, ty punon me kredit, ti kodi u. Nisoj është. Harami është haram ke Allah. Edhe peshe e harami, dashur vëllezër, nuk është e rëndësishme ke Zot, hiç. Peshe e haramit nuk është e rëndësishme. E rëndësishme ka Allahu është ku i bën ti haram. A pive 1 gram, 1 birë, apo 1 bure, apo 1 kamion me raki, ke Zoti shumë pak e rëndësishme është. E rëndësishme është që ti e them urdhin Allahu Gjelshan. Edhe kjo është përsëri është çështje turpi që Allahu përmendën te surja El Kasas në lidhje me Musën, me vajzat e tij, inshallah. Lut Allahu Gjelshan dashur vëllezër që të marrim mësim dhe frymëzim nga gjitha tregimet kuranore, sepse këto, siç e përsëris edhe çdo xhumë, tregimet kuranore nuk janë për të na vënë në xhum, por janë për të na nxjerr xhumin. Inshallah, si umet zgjohemi, si familje muslimane zgjohemi, si bashkësi e kështu me radhë, në mënyrë që dalim prej kësaj krize. Kjo është krizë morale, të dini. Vallahi të di. Bota, fjali e fundit, asnjëherë nuk ka pas më shumë bollëk se tash. Bollëkun e sotëm nuk e ka pas as Cezari i Romës, as mbreti i Egjiptit, as faraona dhe gjonë. Një shtëpi e jona, muslimane, jo muslimane qoftë, i ka më shumë bollëk se sa faraona që i kanë pas atë. Më shumë ka. A i s'ka pas as klim, as kartic, as limuzin, atë kanë hes me deve, me kuaj, me magar, me pela, ku e di unë. Ti hesë me Mercedes, ti sa 10 mbretër të Romës me jeton, o njëri. Falendero Allahun,
ktheju Islamit, ktheju Allahut, se fundi nuk i dihet. Allahu na fal të gjithë, inshallah. Lusje gurbeqarët tonë që në kanë zbukuruar vendin tonë, xhamit tonë, rrugët tonë, shtëpitë tona, Allahu që japet gjithat mirat, shëndet e bereqet, edhe të vim për herë. Mos harrojmë vendlindjen, kështu ne inshallah i ikim asimilimit. Allahu na rujt inshallah. Walillahi al-Fatiha. Dashur vëllezër, kemi një lutje për Këshillit të xhamisë, kemi një aksion për të mbledhur disa ndihma materiale. Ju e dini shumë që xhamit kanë harxhime, xhamit kanë edhe ato kërkesat e veta, edhe xhamia jonë normal kemi atë shtesën që kemi bërë, kemi shumë punë për të bërë inshallah. Kush sa ka mundësi le të kontribuoj, është deponim për botën tjetër. Allahu kabul gjithve, u shpërblet gjithve. Walillahi al-Fatiha.